Mbi 10 milion euro nga fondet publike janë shpenzuar për blerjen, qiran dhe financimin përmes sistemit leasing të automjeteve për llogaritë të qeverisë dhe administratës, ndërkohë që kryeministri Edi Rama bën thirrje për kursime dhe mirë menaxhim të buxhetit. Kështu është shprehur këtë të premte zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangjeli, e cila ka denoncuar se kreu i qeverisë udhëton me një automjet luksoz tip Mercedes-Benz S, vlera e të cilit kalon shifrën e 100.000 eurove. Sipas opozitës, kjo sjellje është pasuar nga i gjithë kabineti qeveritar dhe struktura e administratës publike. Teksa propagandon kursime e mirë menaxhim në përdorimin e fondeve publike, kryeministri Rama shfaqet me automjete luksi bler sigurisht me paratë e shqiptarëve të varfër. Veta ju shfaq pak ditë më parë në Pogradec, pas mbledhjes qeveritare duke u larguar me një Mercedes-Benz S, një automjet i cili kushton mbi 100.000 euro. E normalisht të njëjtin shembull ndjekin edhe varësit e tij. Sipas Open Procurement, administrata e Edi Ramës ka shpenzuar miliona euro për automjete të blera me qira apo leasing. Më tepër se 10 milion euro kanë shkuar për këto blerje në duart e kunatit të kryebashkiakes socialiste të Durrësit, Emiriana Sakos. Vangjeli ndalet te procedurat e fundit të prokurimeve, duke sjellë në vëmendje një tender ku Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, e drejtuar nga Delina Ibrahimaj, ka prokuruar blerjen e 3 automjeteve të reja me një kosto prej rreth 200.000 eurosh. Kontrata për furnizimin e tyre i është besuar kompanisë Mektrin Motors. Procedura e fundit publikuar disa ditë më parë në regjistrin e prokurimeve, me objekt blerje e 3 automjeteve për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, i kushtoi qytetarëve 200.000 euro. 3 automjete do të furnizohen nga i njëjti operator, Mektrin Motors, biznesi i familjes së Emiriana Sakos. Në përpjekjen e dështuar të Edi Ramës dhe sojtë të tij për të bindur shqiptarët se qeveria punon dhe përpiqet për të mirën e tyre, përfundimi është i qartë. Propagandë me fjalë, miliona për luks në praktik. Paratë publike përdoren për të financuar një administratë që nuk njeh kufi në shpenzime. Kontratat publike vijojnë të përqendrohet tek një rreth i ngushtë operatorësh pranë pushtetit. Partia Demokratike ripërsërit thirrjen e saj. Spak të hetoj si shpenzohen paratë e shqiptarëve. Mjaft me propagandë, mjaft me padrejtësi, mjaft me vjedhje dhe korrupsion. Shqiptarët kërkojnë drejtësi. Vangjeli i bëri thirrje prokurorisë së posaçme që të nisë hetimet mbi mënyrën se si po administrohen dhe shpenzohen fondet publike përmes kontratave të prokurimit.